Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Muçunsi, garanton se vendi i tij mbetet i përkushtuar ndaj zbatimit të projektit të korridorit të 8. Ne ram dakord që në periudhën e ardhshme fokusi duhet të jetë në projekte financiarisht të qëndrueshme, zbatim të koordinuar ndërkufitar dhe ruajtje të të njëjtit intensitet përgjatë gjithë rrugës së korridorit të 8, deklaroi kryediplomati i Shkupit. Për ministrin e jashtëm, roli i Italisë si faktor i rëndësishëm në detin e Adriatik dhe i Rumanisë në detin e Zi, por dhe në ekonomi rajonale, është i nevojshëm që korridori 8 të rritet në një lidhje të vërtetë europiane. Ish ministri për çështjet europiane Orhan Myrtezani do të jetë ambasadori i ri i Maqedonisë së Veriut në selinë e NATO-s në Bruksel. Ai është një nga 9 ambasadorët e rinj, emrat e të cilëve janë miratuar në mbledhjen e qeverisë. Emrat e tjerë për ambasador janë diplomat karriere që prej vitesh kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sipas ligjit, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të 9 kandidatët përpara se të emërohen ambasador duhet i paraqesin planet e tyre përpara Komisionit për Politikë të Jashtme në Kuvend, ndërsa më pas presidentja Gordana Siljanovska-Davkova do t'i dërgojë zyrtarisht në mision diplomatik. Sipas burimeve, lista ambasadorëve të rinj është harmonizuar mes presidentes Siljanovska, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe qeverisë. Me herët janë bërë të ditur dhe emrat e Veli Tërpevski si ambasador në Tiranë dhe Fadil Zendelit në Kopenhagen. Ecësuria e bashkëpunimit bilateral, prioritetet e përbashkëta dhe mundësitë për thellimin e partneritetit në sferat me interes të ndërsjellët ishin temat për të cilat biseduan kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski me ushtruesen e detyrës si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nikola Varnes. Përmes rrjeteve sociale, Mickovski informoi se takimi ka kaluar në frymë miqësore dhe angazhim të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Biseduan për avancimin e bashkëpunimit bilateral, prioritetet e përbashkëta dhe mundësitë për thellimin e partneritetit në sferat me interes të ndërsjellët, deklaroi kryeministri Mickovski. Politik. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, paralajmëron zgjedhje të parakohshme parlamentare. Gjatë një prononcimi për mediat pas punimeve të kuvendit të 6 të partisë, Taravari u shpreh se përkundër deklaratave zyrtare të kreut të ekzekutivit, dinamika politike po shkon drejt një procesi të ri zgjedhor. Edhe pse nuk ka specifikuar një datë konkrete, kreu i Aleancës për Shqiptarët ka theksuar se çelësi i këtij procesi mbetet tek matematika parlamentare dhe vullneti i partnerit kryesor të koalicionit, VMRO DPMNES. Ai vuri në duke se kjo forcë politike zotëron 58 deputet, ndërkohë që për shpalljen e zgjedhjeve nevojiten 61 vota, duke e lënë vendimaren në varësi të rreshtimit të forcave në kuvend. Sipas asaj që i shohim çfarë ndodh, edhe pse deklarativisht kryeministri thotë se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme, intuita ime politike thotë se përsëri do të shkohet zgjedhje të parakohshme, s'du ta them kur, po mendoj se me patjetër do të vim në ashtu situatë që do të ketë nevojë për të mbajtur zgjedhje të parakohshme. Vjen reformimi i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, drejtuar nga Arben Taravari, pas dorëheqjes së sekretarit të përgjithshëm Blerant Ramadani jep dorëheqjen dhe sekretari organizativ Gadaf Yzairi. Informacioni për dorëheqjen e bëri të ditur Yzairi përmes rrjeteve sociale. Shfryzoj këtë rast për të përshëndetur me respekt të gjithë bashkëudhëtarët e mi dhe ata që ngritën këtë lëvizje duke i dhënë çdo ditë energji. Në të njëjtën kohë me sinqeritet kërkoj falje për çdo gabim apo dhimbje që mund të kem shkaktuar gjatë rrugtimit tim në Aleancë, shkruan mes të tjerash ish sekretari organizativ Gadaf Yzairi. Deputeti i koalicionit vlen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, dënoi retorikën e përdorur nga presidenti serb Aleksandar Vučić ndaj zëvendës sekretare së NATO-s Radmila Shekerinska. Për deputetin e Republikës Maqedonisë së Veriut, sulmet personale, retorika denigruese dhe insinuatat me ngarkesë shoviniste nuk kanë vend në komunikimin politik të një presidenti. Qoku vlerëson se fjalët e Vučićit synojnë demigrimin njerëzor dhe gjinor, duke shpërfaqur një tendencë për përkesim në aspektin demokratik të rajonit. Deklarata e bashkëpunimit mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë nuk është pak kundër askujt, por investim për më shumë koordinim në frymën dhe standardet euroatlantike. Aleancat që ndërtohen mbi këto vlera nuk janë kërcënim për askënd që s'ka synime destabilizuese, apeloi Bekim Qoku. Deputeti i Vlenit Bekim Qoku në intervistë televizive pranon se koalicioni bashkëqeverisës ende nuk e ka një drejtues, ndonse bëj thirrje për bashkim në një subjekt të vetëm politik. Në atë kohë kishim BDI-n si sfidë, ato e mundëm tani. Edhe kjo është pak problematike sepse na duhet një nxitje, zakonisht përbashkues është do të kesh një kundërshtar të përbashkët që të bën bashkë, ose një mbret, thot filozofi Sloterdijk, që të bën bashkë, pra duhet të kesh mbretin o kundërshtarin. Mbret
nuk kemi. Sipas tij, sfidë mbeten papunësia, pagat dhe mjedisi. Kundërshtar tani kemi problematikat, pra kemi papunësinë, kemi mungesën e ujit, problemin e ndotjes të ajrit, rrogave të ulta, kemi problemin e ikjes. Këta janë sfidat që i ka Vleni. Ishte Bekim Qoku nga koalicioni Vlen. Koalicioni Vlen dënon nismën e BDI-s në Çajir për formimin e një spaku lokal në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar atë si një përpjekje propagandistike dhe jo si një mekanizëm real për luftimin e korrupsionit. Nga Vlen thonë se nëse kjo strukturë synon vërtet transparencë dhe përgjegjësi, atëherë hetimet duhet të nisin nga vetë drejtuesit e BDI-s për të dëshmuar se nuk bëhet fjalë për një spektakël politik, por për një proces të paanshëm ndaj çdo zyrtari pa përjashtim. Për Vlen, punën e parë që duhet të bëj SPAK në Maqedoni është të vendos komunikimin me SPAK-un e Shqipërisë dhe të kërkoj ekstradimin e Artan Grupit, simboli i arrogancës dhe abuzimit të pushtetit, deklarojnë nga koalicioni Vlen. Sociale. Kërkesa e studentëve në përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut vendosin në lëvizje dhe inspektoriatin e përdorimit të gjuhëve. Ushtrohet kontroll në Ministrinë e Drejtësisë pasi ministri Igor Filkov vazhdon të refuzojë dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Procedura pritet të zgjasë jo më shumë se 30 ditë. Jemi në procedurën e mbledhjes së dëshmive për gjendjen faktike, materialet për mbarvajtjen e provimit të jurisprudencës, duke filluar nga kërkesa, procesverbalet, akt vendimi për formimin e komisionit, këto të gjitha janë kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë, ta inspektori në inspektoriatin e përdorimit të gjuhëve Fitim Ramadane. Qeveria në Shkup parashikon që fluturimit për vitin 2026 të arrijë në rreth 4 milion udhëtar në vit, nga rreth 3.5 milion që ishin në vitin 2025 për aeroportit të Shkupit dhe të Orit. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski vlerësoi se këto rezultate janë arritur pas afrimit të linjave dhe kompanive të reja ajrore, duke patur parasysh se Maqedonia e Veriut nuk ka dalë në det dhe aeroportet janë e vetmja port dalëse. Sipas tij kanë filluar bisedime direkte edhe me Arabinë Saudite për të vendosur transport ajror midis dy vendeve, gjë që do të zgjerojë dhe më tej rrjetin e fluturimeve për Maqedoninë e Veriut. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.